Frashësh, zakonisht ekzistojnë partitë e majta dhe djathta, edhe shpesh njerëz t'i ngatrojnë ose nuk e din shumë, nuk e kanë qartë dallimin mes tyre. A mundesh me na tregu se si e ndajnë qëndrimin tyre ndaj ideve si socialdemokratia këtu dy komponente politike? Do me thonë cila është lidhja e socialdemokratisë me të majtën edhe a ka ndonjë element që përplaset me djathtën? Po tash pra po thëmë në që socialdemokracia definohet varësisht për kontekstit. Ka parti socialdemokrate sot në për Evropë, edhe në botë, që kanë emrin parti socialdemokrate, por realisht janë ka qendra, s'po thëmë ka edhe ka qendra djathtë në baset. Po du me thonë, sepse tash në kontekstet ndryshme, partit kanë marrë qëndrime ndryshme, kanë evolu, do kanë degradu, do janë bo, hala ma ka qendra, do kanë shku ma ka e majta, kështu që nuk mujna me folë nështë përgjithsi, po qysh unë e shë një parti socialdemokrate, ajo nuk ka të bëj me djathtën. Do me thonë, na normalisht, këtu unë nuk jem të folë për si me thonë, një të majt radikale, si me thonë, se partit socialdemokrate përgjithsisht janë partit që megjithatë kam folë për shtetin social edhe kam folë, ose në këtë rast edhe në Kosovë jemi të folë kur folim për Partinë Socialdemokrate jemi të folë megjithatë për një zgjidhje brenda rendit kapitalist. Për shembull më vetë mu besimet e mia, unë jam i majtë dhe antikapitalist realisht. Unë nuk besoj që sistemi kapitalist është zgjidhja e duhur për botën. Unë besoj që faktikisht kapitalizmi imponon pabarazi, rrit pabarazi gjithçka nëpër botë dhe është shkaktari shumicës problemeve, si me thonë, që ka sot bota, mirë po në kontekstin kosovar, unë nuk mundemi me sot pi Kosovës na mi shpall luftë kapitalizmit, pavarësisht që na besojmë që, si me thonë, kapitalizmi i ka problemet e veta thelbësore, cilat e bojnë një sistem, për mendimin tim, jo të barabartë shfrytzues dhe të padrejtë për shumicën e njerëzve. Po në kontekstin kosovar, socialdemokracia nuk kupton që ato që thash, do më thonë, na jemi të folë mrena rendit kapitalist, po mundemi me bo diçka që është që spaku sjell pak ma shumë rishpërndarje mrena qëti rendit tash. Kemi qarë që na jemi në base të vogël në Kosovë me ndryshu krejt rendin ndërkombëtar, po mundemi me ndryshu spaku sistemin tonë social me bo ma të mirë se sa që është.